Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për leximet personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. E tani do të bëjmë një pyetje. Sa e rëndësishme je ti për personin e zemrës tënde? Pra, sa e rëndësishme je ti për personin e zemrës tënde? Dhe këtë ta zbuloj me anën e letrave të tarot. Personi i zemrës tënde është një person intelekt, që ka intuit dhe ka një dashuri të pastër për ty. Për të ti je shumë e rëndësishme. Ai shumë shpejt do të sjellë një lajm të befasishëm. Do të vi me këtë kalë dhe do të sjellë të lajmi, ka këtu mi paqes vjen ky lajm në këtë kupë të argjend, që do të jetë një lajm transformimi, një lajm i papritur, një lajm që ty do të befasoj. Ke pra me këtë person rrotën e fatit, shëndetin, dashurinë, familjen, financat, që u mbron si një hajmali dyve. Je një person shumë i drejtë, si ky gjykatës. Dhe me ju, ky person do të fillojë një kapitull të ri, duke lënë mbrapa gjithë gjërat jo të fortë të mira që ka bërë në jetën e tij. Sepse ti për të je person shumë i rëndësishëm. Je si kjo femër që do të ekuilibrosh në çdo moment jetën tënde. Je me këmbë në tokë. Je në botë. Pra, lidhja juaj është në largësi. Suksesi i sigurt i kësaj dashurie është në botë. Do të mbylli një cikël dhe do të hapi një cikël të ri në jetën tuaj, sepse kjo largësi juve ju ka bërë dhe pak jo besuese në këtë histori, por isheni litarin e fashën dhe i flisti intuitës tuaj të brendshme për të marrë përgjigjen e duhur. Ylli polar më tregon që personi i zemrës tuaj ju shikon si ky yll polar. Jeni personi më i rëndësishëm i jetës së tij, që i ndriçoni jetën e tij dhe keni një perspektivë të shkëlqyer. Ky ylli juaj, bashkë me ndihmën të universit, do t'ju ndriçojë jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë dhe me kë gërm të alfabetit. Ta marrë shenjën. Me kë shenjë do të rezonoj? Me akrepin, me luanin, dashin, peshoren, gaforen dhe demin. Kurse me gërmat, unë të rezonoj, me që është energjia përgjithshme, me gërmën D, me gërmën I, gërmën M, E, gërmën E, gërmën C, Z, B, L, U, gërmën V dhe gërmën Dh. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.